Ky është 43 vjeçari që u vra me plumb në kokë në Itali. Vrasja e shqiptarit në Itali. Viktima kishte dalë për të ndjekur një ndeshje futbolli me djalin adoleshent. Një shqiptar 43 vjeç është vrarë me armëzjari nga një bashkëdhetar i tij mbrëmjen e 6 prillit në një lokal në zonën e Fontana Fredas të Italisë. Sipas raportimit nga mediat fqinje, viktima është identifikuar si Vladimir Topiana, një shofer në një kompani i cili kishte dalë për të ndjekur ndeshjen mes Romës dhe Juventusit së bashku me djalin e tij 17 vjeçar. Bëhet me dije se autori dyshuar gjithashtu shqiptar u aratis pas krimit me një Audi të bardhë, por u vu në pranga disa orë më pas. Mësohet se mes dy shqiptarëve ka patur një sherr të dhunshëm. Klientët në lokal kanë tentuar të ndajnë dy persona të përfshirë në sherr, por duket se ka qenë e kotë. 30 vjeçari ka nxjerr armën dhe ka qelluar në kokë 47 vjeçarin duke e lënë të vdekur në vend.